çështje të ndryshme që na kanë preokupuar gjatë kësaj jave. Ramazani është kudo, është prezent në çdo familje, në çdo cep të atyre që agjërojnë e bëjnë lutje. E një atmosferë më ndryshe mjaft e bukur ishte edhe matan Kosovës, aty ku flitet prap shqip, e ku tjetër pos në qarshinë e Shkupit. Nga aty profesorisha Sajana, agjëruese shumë viteve Ramazan, Imrane Morina, bashkë me Semrën, njëra nga studentët e saj na pritën me shumë dashamirësi për të bërë bashkë një iftar e për të shijuar natën e bukur të Shkupit. Qenë se na burujna për familjeve fetare, do ta quaj kështu, atëherë sigurisht që kemi fillu shumë të vogël. Ndoshta edhe kur s'kemi mujt me agjëru gjatë gjithë ditës, të paktën gjysmën e ditës ka qenë edhe ajo agjërim për neve. Kanë qenë ditët më të mira, më të gëzume, më të lumtura, të cilat i mbaj mend, sidomos pjesa e iftarit, kur patjetërisht me qenë të gjithë rreth sofrës, duke ditë edhe efektin pozitiv të cilin e ka një drekë e përbashkët me familje, mendoj që ajo na ka mbajtur shumë të lidhur. Po unë e kam 50-50 familje, 50% të familjes së 100% të familjes së burrit e kam në Kosovë dhe gati se 100% të familjes time e kam në Shkup. Kështu që e zë që e kam 50-50 familjen dhe zihem gjysmë kosovare dhe shkupiane. Po mendoj që prafërsisht jemi të njëjtë, sepse iftari dhe Ramazani ka traditat e njëjta vetë duke u pa nga përvojat fetare, por mendoj që Shkupi kemi pak më shumë tradita, tek ne më shumë thirremi në për iftare. Iftaret e tona janë iftare të mëdha, të cilat mund të marrin 20-30 persona, iftare të cilat bëhen në rrugë, në sheshe, në mahalla. Mendoj që ka më shumë solidaritet në Shkup. Sipas saj më e rëndësishme këtij muaji dhe për të gjithë ata që agjërojnë, rëndësi të madhe ka dhe të bërit humanizëm. Thonë që barki unë të ndron mendje, edhe po duket që dhe jep edhe ato rezultatet për ta menduar edhe pozitën e tjetrit i cili nuk ka. Besoj që ajo uria të cilën e shohim në Ramazan na shtyp pak me mendu, me meditu rreth asaj, si është mos me pas, ndoshta mos me pas të gjitha kushtet, po besoj që jep atë pozitivitetin dhe atë aspektin pozitiv gjithë kjo agjërim. Mendoj që pak ka ndru koncepti i dëshirave, kënaqësive, i lumturisë, ajo e cila po na plotson. Ne si fëmijë nuk kemi pas kërkesa shumë të mëdha. Kënaqësia më e madhe ka qenë që jemi rrethuar gjithë rreth sofrës. Pa marrë parasysh ka servu aty në sofër, por kemi qenë të gjithë bashkë. Ndërsa tani mendoj që fëmijët kanë zgjedhje më shumë, kanë kërkesa më shumë, po prap nuk ka mundësi mos me u shpërnda ajo lumturia dhe dashuria rreth Ramazanit dhe iftarit. E presim me shumë kënaqësi, është muaj ashtu siç e ka treguar Zoti, është muaj mëshirës, i dashurisë, i përkrahjes, i solidaritetit dhe mendomi si në familje, si në shoqëri, si në fëmijësi ta shpërndajmë. Po e kam edhe një studente me vete, e cila ka më na shoqëru, ta tregojmë pak jetën edhe studentit, çish është me agjërimin. Unë quhem Samra Loke, jam hafize e Kur'anit familjar, gjithashtu aktualisht studioj në 2 fakultete, në fakultetin juridik në Universitetin Nën Tereza dhe gjithashtu edhe në fakultetin e shkencave islame në Shkup. Agjërimin e kemi bërë sikur prej nzvoglem, domethënë, fillimisht ne kemi dash me agjëru tan ditën, po prindin na thonin gjysmë dite. Edhe na domethënë e prishmin gjysmën e ditës Ramazanit, na bëheshmi kemi agjëru gjysmë dite. Domethënë i bëheshmi i mbledhshmi ditët edhe thoshmi 15 ditë kena majt Ramazan. Por prej fillore unë e di prej se moj men e di që ku majt Ramazan, domethënë krejt Ramazani dhe tash nuk na duket diçka e rëndë. Po elhamdulillah edhe kjo vit është shumë vit i begat me nojone dhe jemi të kalu shumë mirë për Ramazan. Semra Mestira shtregoi se në familjen e saj ishte një atmosferë të jetë e këndshme dhe mezi e presin muajin e bekuar. Si çdo Ramazan, edhe këtë Ramazan nuk kemi pasur shumë iftare që i kemi kaluar në shtëpi, por në familjen time shumë pritet mirë Ramazani, me atmosferë. Gjithmonë unë e di që babjem para iftarit të shle pak Kur'anin të ndëgjojmë. Më thonë, është një atmosferë shumë e këndshme dhe besoj që kur kalon Ramazani na mungon kjo. Iftari erdhi, dritat e xhamisë u ndezën
E nuk mbeti gjë tjetër pos të shijuarit e pamjeve të bukura të Shkupit simpatik.